Dëshironi t'i befasoni fëmijët tuaj me një kek me ngjyra dhe shumë të shijshëm, atëherë ndiqni këtë video. Përshëndetje nga Perla with Love Handmade. Unë dhe Perla, siç e shikoni, po përgatisim një kek i cili quhet keku papagall ose ëmbëlsira papagall për shkak se ka ngjyrat si bëndët e papagallit. Në këtë moment Perla po ju tregon përbërësit, të cilat janë 250 gram gjalp i but, jo nga frigoriferi dhe jo i shkrir, i but, 250 gram sheqer, 6 vezë, 400 gram miell, një pluhur pjekës, vanili ekstrakt nëse keni dëshirë, dhe ngjyrat i gjeni në supermarket, janë tamam për gatimet për ëmbëlsirat. Fillojmë nga puna, sille 100 ml qumësht që e harrova t'ju thoja dhe ai duhet të jetë pak fare i ngrohtë. Si fillim, do të rrahim në rrahse elektrike vezët, gjalpin me sheqerin, derisa të krijohet si një krem i verdh. Ndërkohë, Perla po çan të gjitha vezët që t'i ketë gati. Duket e pabesueshme, por ajo 4 vjeçe arrin që t'i çaj vezët në këtë mënyrë. Pas çdo veze do bëjmë pastër. Perfekt. Ndërkohë, pra që gjalpi dhe sheqeri po i rrahim së bashku, do të shtojmë vezët një nga një dhe do t'i rrahim përsëri diku te gjysmë minute çdo vezë. Pasi i kemi rrahur të gjitha vezët një nga një, do të shtojmë 100 ml qumësht, të cilën do ta rrahim përsëri pak sa të bashkohet me pjesën tjetër, dhe më pas do të shtojmë miellin, edhe atë do ta rrahim shumë pak, jo gjatë sepse prishet konsistenca, thjesht sa të bashkohet me kremin. Më pas brumin, i cili duhet të jetë konsistenca e tillë, jo shumë i trashë dhe jo shumë i hollë, e shtojmë në 6 tasa. Dhe në çdo tasë do të shtojmë ngjyrë. Dhe tani, në 5 tasa e kam bërë në fakt, por sa ngjyra të keni nuk është e thënë. Dhe tani, unë dhe Perla po shtojmë brumin në tavë lug në pjesë të ndryshme, pra siç e shikoni, pa e përzier, thjesht po e shtojmë lug. Kjo procedurë zgjat pak, me thënë të drejtën, por përfundimi ja vlen. Këtë kek mund ta përgatisni nëse fëmia ka ditëlindjen, për ta çuar në kopësht ose në shkollë, ose dhe për qefin tuaj në shtëpi. Kjo ngjyrë që na doli gri, në fakt e kishim Lejla, por nuk kisha shumë ngjyrë dhe doli e tillë, s'ka problem. Kjo procedurë duhet bërë pak shpejt sepse brumi nuk duhet të presi gjatë, por te unë është e pamundur sepse Perla do që të bëj çdo gjë vetë. Përbërësit
me sasinë e duhur, do ja u shkruaj që ta keni më kollaj, ti bëni së bashku, ju lutem, duhet ti përmbaheni sasive që ju kam dhënë, sepse ndryshe do dali brumi pak më i holl ose më i trashë dhe nuk do bëhet ashtu si ju dëshironi. Pasi i kemi shtuar të gjitha ngjyrat, unë kam marrë një lugë normale dhe i kam përzier pak, jo përzier, por thjesht e kam sheshuar pak brumin në mënyrë që kur të piqet të marrë një formë të një traqme, pra vetëm sipër shumë pak. Pjesa poshtë duhet të rri në mënyrë të tillë ngjyra. E pjekim në furrë të parangrohur, mos harroni, furri duhet të jetë gjithmonë 15 minuta më përpara i ndezur në 170 gradë. Siç e shikoni, tani kemi shumë enë për të larë, por si fillim perla do të lëpi të gjithë tasat. E kemi pjekur për diku të 25 minuta, me 170 gradë, bëjmë provën, si që shikoni është i kulluar në mënyrë perfekte, më mirë nuk ka, dhe keku nuk ka marrë ngjyrë kafe të errët. Pasi ftohet keku, unë po përgatis këtë kremin sipër, i cili është thjesht sheqer pluhur me lëng limoni. Pra sheqer pluhur, i shtojmë lëng limoni dhe e trazojmë sa të formohet ky kremi. Me shpejtësi që mos të na thahet kremi, e shtrojmë sipër kekut dhe gjëja më kryesore janë këto zbukurimet, nuk e di se si quhen në shqip, sepse kryesorja në këtë ëmbëlsirë, me thënë të drejtën, janë këto. Nuk e di pse më ka ngecur video këtu, por është e çuditshme, me thënë të drejtën. Po dhe tani, si që shikoni, është gati për të prerë. Ka dalë i mrekullueshëm, unë nuk di si t'ja u përshkruaj, fëmijët u kënaqën dhe jo vetëm, edhe ne. Ka dalë shumë i shkrifët dhe shumë i lëngshëm dhe jo i thatë. Dhe ka kulluar në mënyrë perfekte. Dhe tani shikoni reagimin e perlës, e cila e hëngri me kënaqësinë më të madhe pjesën e saj, dhe gjysmën e kekut e mori me vete në kopësht që t'ja u tregonte shoqeve të saj. Faleminderit që shikoni videot e mia. Nëse keni dëshirë, më bëni subscribe për më shumë receta, si dhe follow në TikTok me të njëjtin emër dhe accountin tim tjetër Perla Gatuan me Mamin, si dhe në Instagram Perla with Love Handmade. Mirupafshim, shihemi në videot e tjera.